Fekondimi artificial, një udhtim drejt prindërimit. Kur ëndra për të bërë prind bëhet një rrugë sfiduese, shkenca ofron një dritë shprese. Fekondimi artificial është një nga mrekullitë moderne që ndihmon mijëra çifte çdo vit të përmbushin ëndrrën e tyre për një familje. Çfarë është fekondimi artificial? Fekondimi artificial është një proces mjekësor që ndihmon konceptimin e një fëmije jashtë rrugës natyrale. Në varësi të metodës, qelizat riprodhuese, sperma dhe veza bashkohen ose ndihmohen për të takuar për të krijuar një jetë të re. Fekondimi in vitro është kur veza dhe sperma bashkohen në laborator dhe embrioni vendoset më pas në mitër. Fekondimi artificial mund të jetë zgjidhje në rastet e vështirësive të fertilitetit të çiftit, problemeve me ovullimin ose spermën dhe çështjeve imunologjike. Procesi fillon me këshillim mjekësor, ndjekur nga stimulimi i ovullimit, mbledhja e qelizave riprodhuese, fekondimi në laborator dhe transferimi i embrionit. Çdo hap kërkon kujdes, mbështetje emocionale dhe shumë shpresë. Fekondimi artificial është një rrugë që shpesh përfshin emocione të forta, pritje, pasiguri, gëzim dhe ndonjëherë zhgënjim. Por për shumë çifte, ajo përfundon me përqafimin më të ëmbël në botë, një jetë e re që ka marrë rrugtimin e saj fal dashurisë dhe përkushtimit. Fekondimi artificial për shumë çifte në botë shoqërohet jo vetëm me sfida emocionale, por edhe me kosto të larta ekonomike, shpesh të papërballueshme. Por, sot, në Shqipëri, kjo shpresë po bëhet më e prekshme se kurrë. Për herë të parë, shteti ofron mbështetje duke financuar procesin falas për çiftet që ndorrojnë të bëhen prindër. Një hap i madh që jep fund barrierave dhe i thotë çdo çifti, ju nuk jeni vetëm në këtë rrugtim. Fekondimi artificial është dëshmia që dashuria për të krijuar jetë nuk njeh kufi. Është një udhtim që fillon me shpresë dhe besim, dhe shpesh përfundon me një mrekulli në krah.